Gjirokastra dhe atraksionet e shumta turistike që qyteti i Gurt ofron po kthehen në zgjedhje absolute për mira turist, vendas dhe të huaj. Kalaja e Gjirokastrës është një pjesë e ofertës turistike që prej kohësh po vizitohet nga një numër rekord turistësh. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Konxha ka vërë në dukje se Kalaja e Gjirokastrës ka shënuar një arritje mbreslëndse, duke mirëpritur 300.000 vizitorë deri në këtë moment në vitin 2025. Ministri përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se kjo shifër rekord tregon qartë rritjen e pandërprerë të interesit të vizitorëve vendas dhe të huaj, që po tregojnë për këtë monument mahnitës të trashëgimisë kulturore shqiptare. Kjo shifër rekord tregon qartë rritjen e pandërprerë të interesit të vizitorëve vendas dhe të huaj, që po tregojnë për këtë monument mahnitës. Kalaja e Gjirokastrës është vendosur mbi një kodër për të shkëputur nga mali i gjerë, e ngritur në një pikë vrojtuese rreth 370 metra mbi nivelin e detit. Krahasuar me kalat mesjetare të tjera, kjo është kala më e vogël nga sipërfaqja dhe ruhet në gjendje më të mirë. Gjerësia e saj është 75 metra dhe gjatësia 500 metra. Për të shtuar rezistencën e mureve të kalas, janë ngritur 5 kulla të fuqishme. Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në jug të vendit, me një numër vizitorës që rritet nga viti në vit. Investimet në ruajtjen dhe promovimin e saj po e kthejnë këtë monument kulture në një destinacion në referencë për turistët vendas dhe ata të huaj.